Por tani unë po vi tek ti dhe i them këto gjëra në botë, që gëzimi im të bëhet i plot në ta. Miq të dashur, mendojini këtë lutje të Jezusit. Edhe pak ai do vuaj, do vej në kryq. Edhe i lutet atit që gëzimi i tij të jetë me dishepujt. Ky është një lloj gëzimi që bota nuk ta jep dot. Është një gëzim që nuk varet nga rrethanat. Rrethanat ndryshojnë, pa ama Jezusi thot: gëzimi im është i pavarur nga rrethanat që keni. Është një gëzim që asnjë gjë në botë nuk mund ta zvendësoj. Prandaj miq të dashur, lutem për ju që ta keni këtë gëzim të plot. Jo thjesht një gëzim normal, është një gëzim i plot, që mund të jetë vetëm me anë të Krishtit, me anë të marrëdhënies që kemi me Jezu Krishtin. Qofshi të bekuar, në qofshi me gëzim të plot. Në emrin e Tij të shenjtë lutem. Amen.